A mund t'i ketë, profesor, të gjitha votat ndoshta dhe brenda LDK-s kandidati për cilin po e përmend profesori Spaiu? Mund t'i ketë. Duke marrë parasysh edhe ndarjen që ka brenda. Shkak se nga përvoja zgjedhjes së gjithë presidentëve, faktikisht ne që aty 80 që kemë qenë, bile kemi edhe me 60 që zgjedh. Po unë po them, po mendoj që fakti dhe akti që Albini është para dy zgjedhje, dy oferta kisha me thonë. LDK-ja edhe Aleanca me një përmbajtje që paka shumë mund të arrijen të anur, po edhe PDK-ja, unë thash qelë se është të PDK-ja, se PDK-ja faktikisht e mshirë. Pra, ajo që ka është krejt absurde në këtë rast. Unë gjykoj që është insistimi për të pas presidentin e vetë, pra për të ushtruar një farë ndikimi në vendimarrje. Ne kemë përvojnë e Vjosa Osmanit. Albin Kurti është, për gjykimin tim, atë sa ko mujtë me analizua, është tipi cili faktikisht është një karizm, e ngritur me ato historinë e tij e rebelimit, të mospranimit, të kontestimit çdo gjoje. Dhe me thonë, ka arrit edhe është të mirëmbajtësit kapital politik cilin e ka arrit. Ta është futja e një kandidati, qoftë pej PDK-s, apo pej LDK-s edhe Aleancës, faktikisht tu ai personalitet, për gjykimin tim, nga prizma e Albin Kurtit, ai duhet jetë lojal ndaj kryeministit. Mirë po, tragjika e kësaj është se me kushtetutën tonë ne kemë faktikisht të ndara. Presidenti ka një areal të vetin, po edhe kryeministi ekzekutivi. Pra, në qoftë se nuk bashkëpunojnë këto dy, si me thonë, paradigma, atëherë na kemë probleme. Dhe problemi, dëshmia më e mirë është me Vjosën. Vjosa faktikisht në planin e jashtëm, ajo dëshmuar që është, dhe me thonë, shumë dobipruse për interesat e Kosovës. Mirë, për në planin e mbrendshëm, për gjykimin tim, ajo ka bo shumë gabime, edhe i ka shpalos edhe mbrëm, sa mujtë me vret, po edhe në atë deklaratën e famshme 800 peka. Po, dhe mbi këtë çështje edhe profesori duket sikur do të shtoj diçka. Jo, vëdhëm që nuk do të pajtosha me Fadilin të që thotë në politikën e jashtme ka sjell dobi Vjosa Osmani. Mendoj që thjesht ajo është përkujdesur vetëm për veten e saj dhe jo për interesat e Kosovës. Shumë thjesht, nuk quhet Vjosa Osmani për patriotizëm, nuk ka, domethënë kjo varehet që nga çështjet shumë, si të them, simbolike, derisa kur flet anglisht ajo thot Kosova, nuk thot Kosova siç thot Albin Kurti ose siç ka thon Ibrahim Rugova kur ka folë edhe anglisht edhe frëngjisht ose edhe qoftë edhe Donika Kërvalla. Kështu që kjo ta tregon çështjen, është një diçka e vogël ndoshta, një O ose një O, por tregon se sa ajo e ka parasysh interesin e Kosovës. Ajo thjesht është përkujdosur për duken e saj, për paraqitjet e saj, për të cilat ata nuk i ka pasur ashtë po mendoj të mira, shpeshherë ka folur budallëqe, sado që publiku ynë nuk është në gjendje ti ato, si më thonë, ti diktoj, sepse është mësuar me dëgju budallëqe në vokabularin e përditshëm politikanëve tonë, edhe kur ato duken i jashtë, për shembull, ju duken krejt normale, mirë po nuk janë normale për opinionin ndërkombëtar, për njerëz që kanë, po mendoj, shkollim normal dhe jo defektos